Uragan Liria e cilësoi lideri i opozitës protestën e 8 majit teksa theksoi se ajo pati jehon të jashtëzakonshme në mediat botërore. Në konferencën me gazetarët, Berisha tha se kryengritja paqësore tronditi themelet e narkoregjimit të Edi Ramës dhe Belinda Ballukut. Uragan pati një jehon të jashtëzakonshme në mediat botërore. Mbushën anakam bulevardin e Kombit për të shprehur revoltën e tyre ndaj qeverisë së paligjshme të Tiranës. Nuk ka legjitimitet sepse përdori 83 mandat të krimit për të mbrojtur vjedhjet e tij dhe të Lubi Ballukut, për të mbrojtur lindat e tij. Ky uragan tronditi jo vetëm regjimin, por ushtoi në mbar botën. Mediat e botës qytetëror kanë përshëndetur këtë protestë, këtë revolt, këtë kryengritje paqësore. Berisha publikoi dhe disa nga titujt kryesor të mediave prestigjioze ndërkombëtare të cilat pasqyruan protestën e 8 majit, teksa theksoi se shqiptarët nuk pajtohen me vjedhjet dhe korrupsionin e qeverisë. Reuters, Getty Image, e keni parasysh ç'është apo jo? Agjencia më prestigjioze fotografive në botë. Protestuesit u mblodhen para ndërtesës së kryeministrit dhe kërkojnë dorëheqjen e tij. Televizionin Deutsche Welle, radio dhe televizion. Protesta kundër qeveritare në Shqipëri shtrohen në dhunë. Që i shtoi policia. Korrupsioni, konflikt në Tiranë. Balluku, Famzeza Balluku, ja ku e keni. Citohet në gjithë botën. Urdhoni, protesta të dhunshme nga policia për hetimet për korrupsionin. Këta janë qytetarë që spajtohen me vjedhjen e shqiptarëve. Kryedemokrati dënoi dhunën policore ndaj protestuesve dhe paralajmëroi se protestat e opozitës do të vijojnë të jenë paqësore pavarësisht atyre që i cilëson urdhra kriminal të kryepolicit Skënder Hitaj. Në qoftë se ne do të bënim thirrje atyre që në protestat të vini me çdo mjet, nuk ka polici që përballon dot një protestë qoftë dhe 4-5 mijë qytetarësh. Ne kemi qenë, do jemi për protestë paqësore. Shiko, ne po esim, po marshonim. Dhe ky kriminal në krye të policisë, i vendosur nga Balluku, kujton se do mbroj Ballukun. Po, i pasi që bën bota. Ky bllokon rrugën, ky është një kriminal. Me urdhër të Edi Ramës. Që Edi Rama është i plagosur për vdekje politikisht, është i plagosur se merr ma vetën. Berisha ju përgjigj prerë akuzave të kreut të qeverisë Edi Rama, i cili tha se opozita po bllokon procesin e integrimit. Rrugën për në Bashkimin Evropian ja mbyllin Shqipërisë ata që shndrojnë zgjedhjet në fars duke shkrirë në një institucionet e shtetit me strukturat e partisë, duke angazhuar bandat dhe kartelet e drogës. Janë ata të cilët bëjnë çdo gjë për ta shtruar procesin më themelor të shoqërisë shqiptare sot në një proces okult të mbyllur. I pyetur për deklaratat e tij ndaj ambasadorit të Bashkimit Evropian Silvio Gonzato se është njësuar me Edi Ramën, Berisha thënë se ka respekt për çdo diplomat dhe për punën e Komisionit Evropian, por nuk mund të fshehë të vërtetat. Të vërtetat unë nuk mund t'i fsheh, se në mënyrë absolute çdo gjë që kam thënë e kam patur dhe e kam bazuar të paktën në 2 ose më shumë burime. Kam respektin më të madh dhe simpatinë më të madhe për Komisionin Evropian, për ambasador, për përfaqësues të vendeve anëtare, por në mënyrë absolute nuk ka dhe nuk mund të ketë gjë në botë që më pengon mua të denancoj atë çka unë e konsideroj të papajtueshme.